Cilat janë arsyet që kanë detyruar shtresën e mesme që të flasë nëpërmjet largimit të saj për gjendjen në të cilën ndodhen? Pse ka emigruar kjo shtresë? Me Janin, Esmeraldën, Xhinën dhe profesor Tushin në studio. Pse ka emigruar shtresa e mesme? Po ndoshta është racionale, ja ta them unë. Racionale, gjej rrugën më të shkurtër. Unë jam dakord me idenë që ky emigracioni tani më që është elitar, po bëhet elitar dhe ky është një shqetësim i madh që po dobëson shtresën e mesme, dhe kjo është e vërtetë. Në qoftë se përpara kem pas një emigracion bruto, gri, që iknin njerëz pa punë, me punë, fshatar, qytetar, etj. Tani është bërë kapilar dhe pjesa ka prekur shtresën e mesme, po merr bankier, mjek, etj. Unë kam dy gjëra për të theksuar. Para njerë që nuk jam dakord me këtë lloj emigracioni që ikën me ndryshim statusi. Një pjesë e atyre nuk vjen mjek. Një pjesë për atyre vjen infermier për shembull. Mor po vjen dhe mbase po s'po them, edhe më keq se aq. Unë se pranoj që një qytetar, një intelektual i shtresës mesme, që ka të ardhura relativisht të qëndrueshme, që ka status, që ka personalitet këtu në këtë vend. Ai mendon për fëmijët, profesor. Një minutë. Jo, japim përgjigje. Ai po sakrifikon veten e vet. Është drejtë e tij, unë se Jo, dakor, për ta plotësuar diskutimin. Se ikën pra për gjetë motivin. Le të ikën, është drejtë e tij. Jo, si moralist kuptimi po bën gabim. Një minutë. Ai ikën se ardhmja e fëmijëve të këtu është rrezikuar. Po, jo më të ardhmet për fëmijë do ketë dhe këtu ka të ardhmet për fëmijë. Që shikon ai, mendoj unë. Le të ikë, është drejtë e tij, kjo botë është globale. Edhe mua më vjen shumë keq, po nuk po them, po për ta kuptuar pse po ikin. Dhe kanë ikur, shumica po ikin. Po ikin, po sigurisht, edhe do ikin. Kjo është tregu është i hapur, tregu është global, ne nuk mund t'i mbajmë me zorë. Pra një gjë, për ta përfunduar, profesor, pra një gjë është domethënë që ikin po me status më të ulët. Normalisht jashtë që kjo është e para, e dyta, nuk vlen. Duhet rregulluar, e dyta në shoqërinë shqiptare duhet rregulluar sistemi i vlerave dhe i meritës për intelektualet. Duhet shmangur nepotizmi, politizimi, interferimi brutal i politikës në emërimet, në politikat e emërimeve, të cilat e idhërojnë intelektualin, e idhërojnë shtresën e mesme, dhe kjo bën që ai të jetë pesimist, të bëhet indiferent dhe pastaj të mendoj të marr valixhen e emigrantit dhe të iki. Këtu është përgjegjësia, edhe në duke zbritur nga gradat e veta, për cilat kanë investuar gjithë jetën. Se ndonjëri janë duke sakrifikuar për të ardhmen e fëmijëve, unë kështu e kuptoj. Për shembull, në qoftë se një intelektual, një rroktar, një që punon në administrat, ka një hall shëndetësor, e përballon dot për fëmijën, për veten, për të afërmin, të shkoj ta zgjidh domethënë këtu ose privatisht. Ndërkohë që çfarë shërbimi merr për shembull Gjermani, si kundër përmendi Xhina, në rastin e vllajt të saj, me çfarë lëviz, nisim që nga e përditshmja, infrastruktura, urbani, me cilin duhet lëvizi. Lëviz jashtë i riu, lëviz nuk ka nevojë të ketë makinë. Domethënë lëviz me urban, lëviz me metro, lëviz me tramvaj, me njërën, me tjetër, me trenin. Unë do t'jap një eksperiencë personale. E treta gjë që mendoj unë për ta mbajtur shtresën e mesme këtu dhe për ta shëndoshur shtresën e mesme, duhet të rregullojmë se shtresë e mesme i ka fibrën e hollë, ka nevojë do sistemin e shërbimeve sociale, sistemin e shërbimeve. Këto janë pjesë e politikës që duhet t'i rregullojë. Po problemi është pa qenë një listë, ajo që u takon politikës, shtetit, strategjive të tyre për ta krijuar këtë kushte më të mira për klasën e mesme, që ajo të ketë më shumë besim për qëndrueshmërinë e zhvillimin e këtij vendi, është një anë. Intereson politikës ta ketë kaq të shëndosh stresën e mesme? Nuk besoj që të jetë kaq cinike politika, është tjetër gjë. A e bën as e bën, është tjetër gjë. Politika dhe cinizmi të lutem, profesor. E bën as e bën, jo, ajo kjo mbetet për të gjykuar. Ore, politika ka mëkatet e veta pafund. Nuk është se duhet ta mbrojmë, po kjo është politika që duhet. Jo politika kudo, nuk e kanë vetëm për Shqipëri. Ka interes politika që të jenë sindikata të shëndosha, që të jetë shtresa e mesme e shëndosh. Ideja është që nuk është vetëm aspekti material, pra shtresa e mesme nuk ka vetëm këtë aspekt. Dhe unë besoj pajtohem, dhe unë besoj që është më tepër te ky lëndim, te kjo fyerje, te ky prestigj, te kjo kokulje që ka psuar shtresa e mesme. Shtresa e mesme. Këtë nuk e duron dot intelektuali që të shikoj që diversifikohet ose trajtohet, marginalizohet, pejorativizohet në këtë jetë shoqërore për shkak se nuk funksionojnë skemat e meritokracisë, nuk funksionojnë siç duhet. Megjithë që bëhen konkurse, bëhen gjëra etj, po ju e dini që ato janë deformuara. Mjeku intelektuali ka gati valixhen për të ikur në emigracion nëse nuk krijon bindje që një ditë gjëra këtu mund të bëhen për mirë. Dhe ndërkohë që presim që të ndodhë kjo mbështetje, çfarë ndodh nga pikpamja e politikave fiskale, me taksimin, çfarë ndodh me një njerëz që do të bëjë një punë të dytë, si përmbushje profesionale, si përmbushje e nevojave të veta apo të familjes, e nevojave financiare, çfarë ndodh? Unë e provova vjet me një punë të dytë. Dhe paguaja siguracione njësoj
si tek puna e parë në të cilën punoj në Top Channel, si tek puna e dytë, një shumë të konsiderueshme që po ti mblidhje të dyja bashk, bëheshin një shumë për buxhetin tim modest, ishte një shumë e jashtëzakonshme. Dhe si mos mjaftonte kjo, në fund fare më kapi edhe 2 punësimi, pagova prap edhe për 2 punësimin, një shumë që sistemit mundi duket e vogël, por për mua aq janë kursimet. Mbi 23% nuk shkon, domethënë. Mbi 23% nuk shkon aktualisht. Jo, mbi 23. Po tatohen të ardhurat, po nuk merret parasysh bën 2 puna apo 3 puna, po këtu ky është pretendimi juaj. Po problemi e dytë. Njësoj si puna të ardhurat nuk ka lidhje se bën 1 punë apo 2 punë, lidhen të ardhurat dhe tatohen. Dhe në sa shërbime merr mbrapa, se personalisht nuk kemi ndonjë takim progresiv shumë të fortë në Shqipëri. Dhe unë jam dakord me Janin, atë doja të thoja. Jam dakord i paguaj të gjitha, por ama duhet të marr diçka mbrapsht. Pra, unë kam 2 fëmijë që janë në sistemin publik shkollor. A mund të kem një shërbim falas, nuk e di se duket si më ka ta shqiptosh këtë fjalë, a mund të kem një shërbim falas në kuptimin, a mund ta çoj fëmijën në një kurs basketbolli, volejbolli, falas, jo nuk mundem ta çoj. A mund ta çoj fëmijën në një kurs futbolli, në një kurs pikture, falas, nuk mundem, nuk ekziston asnjë vend ku mund ta çoj. A mund marr një shërbim shëndetësor, falas, ekstra, për shkak të këtij taksimi që po më bën? Jo, nuk mundem ta marr. Atëherë, por çfarë shërben ky taksimi? Por mua është unë vendosa ta lë atë punën e dytë, sepse nuk ja vlende. Nuk ja vlende. Nuk është faj taksimit, është faj i keqeverisjes dhe i korrupsionit. Kuptimin se unë në aspektin ekonomik nuk di të ja përgjigje, por njeriu që po punon nuk ka rëndësi për momentin, domethënë të vër gishtin se ku qëndron gabimi. Puna është intereson të sakrifikoj veten duke u lodhur dhe mungesën në shtëpi për bashkëshortin, për fëmijët, për gjithçka, në raport me sa i mbetet të marr. Ka shumë të drejtë, po ku ta gjejmë, si thua, përgjegjësinë dhe çfarë mund të bëjmë ta rregullojmë? Po natyrisht që domethënë duhet një organizime të reja politike që vënë. Domethënë sipas teje, cili është problemi janë? Unë jam ving dhe nga politika dhe mos abuzoj me panelin këtu që të flas, po patjetër që duhet ky model, ky sistem politik i vjetër në Shqipëri është tërësisht i korruptuar, ka ardhur koha që të ndryshojmë sistemin. Nuk po themi sistemin kuptimin kapitalizmin, po duhet ndryshojmë sistemin politik në Shqipëri, e cila tashmë është e ndërthurur fuqimisht me oligarkinë. Edhe në botë, në Amerikë që po rrudhet, si thua, shtresa e mesme dhe atje, çfarë vjetre ka 40 vjet që pasuria po përqendrohet gjithnjë më shumë në gjithnjë më pak njerëz. Çfarë do të thotë kjo? Që shtresa e mesme ka gjithnjë më pak para. Kjo gjë ne e shikojmë me sy tan edhe që po ndodh në Shqipëri, madje në mënyrë shumë më tepër agresive. Pra kemi 10 vjet në Shqipëri apo 20 vjet në Shqipëri që po grumbullojnë pasurinë e gjithë pjesës tjetër të Shqipërisë. Prandaj kemi këto paga, këto pensione dhe këto shërbime publike. Pra duhet një rishpërndarje përveç ndeshmërisë së luftës korrupsionit, patjetër që duhet një rishpërndarje sa më drejt e ardhurës kombëtare që ne krijojmë. Mund të them edhe një sinjal për stresën e mesme. Stresa e mesme nga pikpamja sasiore duket që do vi duke u rrudhur edhe në Shqipëri. Futja e teknologjisë dhe vendosja e inteligjencës artificiale në shumë punë dhe në shumë sektor do bëjë që disa profesione, dhe kjo është globale, po edhe te ne po vjen disa profesione do të dalin jashtë qarkullimit se do të kryen nga të tjerët. Pra në një farë mënyrë kërkohet një ridimensionim dhe ne që jemi ata që janë në stresën e mesme, duhet ta mendojnë që janë pjesë e këtij tregut punës. Nuk ka ndonjë deus ex machina të rish në kolltuk dhe të presësh ku është vendi im në stresën e mesme. Do futen të tjera gjëra, do krijojnë profesione të tjera. Atëherë do të thotë që ajo riorientimi i shpejt me tregun e punës, je mësues, dole nga puna, s'ka vend më, ike në këtë sektorin tjetër, do dalë çfarë do bësh? Do të thotë që stresa e mesme duhet të ir me këmbë në yzengji. Që të filloj tani të lutem me gjithë respektin për ato, por tani ca trajnime duhet i kërkojmë që t'jepen. Po pra po, këtë po them, ti jepen trajnime. Pra nuk duhet të jetë vetëm individi që ka shokun që del i papunë, që ka gjithë panikun se si do ta përballoj përditshmërinë, të ketë edhe sensin orientues që çfarë të bëjmë tani që t'ia dal kësaj epoke të inteligjencës artificiale. Pra, ne duhet jemi që nga kurrikulat arsimore, që nga trajnimet në vendet e punës,
punës, që nga orientimi nëpërmjet politikave i qeverisë, se e kemi diellën, po duhen edhe orientimi pikërisht për këtë gjë, që këtë individin, këtë krahun e punës, apo çfarë do ta quajmë, ta kesh të përgatitur ti si shtet, ta kesh të përgatitur për nesër. Sigurisht. Ku dua unë të riorientohem. Çfarë bëj unë si individ, ku shkoj të riorientohem? Lek skam, të skam, punë skam, si do orientohem vetë? Ti përmendë një gjë që është esenciale për mendimin tim. Çështjen e universiteteve dhe të industrinë e dijes, e cila është në krizë të brendshme ekzistenciale, absolutisht. Ne po bëjmë një proletariat të diplomuarve, ne po ndajmë diplom, domethënë po mbarojnë qindra student dhe këto studentë që po mbarojnë janë në një farë mënyrë pa integruar me tregun e punës, sepse ne nuk e kemi atë sistemin bipolar që të jetë i lidhur me vendin e punës dhe me shkollimin. E para, e dyta, në përputhje me tregun e punës. Në fakt, por ku ne kemi vetëm ndërtim, që zë 20% GDP-s, edhe sa turizëm, çfarë treg punës, që këtu është problemi. Duhet të krijohet një herë shteti, shoqëria tregje të shëndosha për profesionistë. Tregun e punës nuk e krijojmë ne, tregu e krijon veten vet. Nuk e krijojmë ne. Jo, pa rregulla jo. Jo, me rregulla, sigurisht me rregulla. Po rregulla është kjo që të bëjmë beton gjithë Shqipërinë. Jo, pa diskutim, pa diskutim. Është problemi tani. Ka dhe sektor të tjerë, nuk është vetëm sektori. Mora si shembull më dramatik le të themi. Në universitet ky është një problem pa diskutim. Po patjetër. Dhe pse ikin njerëzit dhe nuk po vinë një pjesë e madhe të rive? Sepse kanë humbur besimin, vetë kot investon atje dhe nuk fiton gjë. Merr një profesion i cili është jashtë tregut punës. Nuk gjën. Dhe prandaj themi ne, ai juristi kamarier, ky sociologu ka vajtur shet banane, ai tjetri, po domosdo. Derisa ka është mungesë kompatibiliteti midis tregut punës, industrisë së dijes dhe industrisë të jetës, prodhimit. Këto duhen rregulluar. Disi më duket mua personalisht si një person i shtesës mesme, do ta bëj një paralelizëm me metamorfozën e Franz Kafkës, ku familja është kjo shoqëria shqiptare dhe unë nesër në mëngjes nuk shqetësohem për hallet e mia etj, po do shqetësohem se çfarë ore do shkojmë punë dhe po nuk pata një punë, do vetë izolohem, edhe çdo status për cilën kjo shoqëria mesme lufton, nuk do t'i vlej më, nëse nuk ka më të ardhura. Esmeralda? Unë bje në një pikë dakord me profesorin kur tha që shtresa e mesme është pak e mefshët në kuptimin që nuk reagon. Dhe në Shqipëri e kam hasur dhe gjithmonë e kam pyetur veten si ka mundësi që na ka humbur sensi i reagimit. I përmendi Jani pak më parë, janë 1000 faktorë që ndoshta e kanë kapur shtresën e mesme. E kanë bërë rob të profesionit, e kanë bërë rob të pagës, por ama unë mendoj që nëse ne duam të zgjidhim problemet, që mendoj që jo vetëm shtresa e mesme, por i gjithë shoqëria shqiptare e ka, duhet të fillojmë të reagojmë. Të reagojmë për çdo gjë. Për atë sherrin që ndodhi para pak ditësh në Kamës me 2 fëmijë. Nuk ka pasur asnjë reagim. Për ato studentët e qytetit studenti që i nxorrën jashtë me dhunë nga godinat. Nuk ka pasur një reagim. Për Martinin, që tani në nëntor bëhen 1 vit që humbi jetën dhe ende nuk ka asnjë përgjegjësi. Për punëtorët e minjerave që punojnë në kushte skandaloze, për pagat që kemi, për punëtorët e fasonerive, për të gjitha ka shumë në këtë vend. Dhe unë nuk mendoj që kjo indinjata duhet të vi vetëm nga shtresa e ullët. Në krye të këtyre, unë mendoj që duhet jetë shtresa e mesme, që ashtu siç ka përfitimet, statusin, ashtu siç ka angazhimet, duhet të jetë përballë edhe kur vendi, shoqëria, apo rrethanat e diktojnë dhe ndodhen në një gjendje që lëngojnë. Sepse artikulon problematika dhe sheh që duhet të bëhemi bashkë. Ti bie shmurit me kokë? Unë mendoj që duhet të bëhemi bashkë. Nëse secili flet vetëm për veten e vet, flet është vetëm një zë izoluar, ai nuk mund të bëjë asgjë. Nëse do bëhen bashkë, pastaj sigurisht që kjo mund të shoqërohet në disa raste. Në qoftë se ka kokën e ulur sepse duhet punoj gjithkohë, sepse nuk mezia del në fund të muajit e ka gjithë problematika, pra është skllavëruar. Shtrohet pyetja kush do ta bëjë ka aftësi për të ngritur. Shiko, Bjeta, historia tregon që kshu ka përparuar shoqëria. Unë mendoj që duhet i humbasim ca privilegje, nëse është nevoja për të fituar. Pra,
një fitore nuk arrihet pa humbur diçka. Dhe nëse ne për një gjë më të madhe duhet humbasim ca privilegje, shtresa e mesme duhet të ndërgjegjësohet edhe për rolin që ka. Jam shumë dakord me gjithë sa u tha, domethënë, tani vetëm për stresën e mesme dy rrugë ka. Ose të ikin, ose të lëvizin. Dhe kur të lëvizin do e shikojnë që gjërat do ndryshojnë. Përndryshe, unë e shikoj që vendi ynë do shkojë në degradim. Pastaj duke zgjeruar më tej, jo vetëm stresën e mesme, por gjithë shoqëria duhet lëviz që ta kthejmë atë trajektoren e Shqipërisë. Faleminderit Jani, faleminderit Esmeralda, Gjina, profesor Tushi, faleminderit që ishim së bashku në një diskutim mes njerëzish të stresës së mesme. Po sigurisht. Edhe pse ndoshta me shtrezime të ndryshme. Bëhet shumë mirë sepse stresa e mesme më në fund është motori i zhvillimit të shoqërisë. Ma lejo dhe një. Jo, pasi të mbaroj. Është stresa e mesme ka rëndësi në sumare, në mënyrë të përgjithshme, është motori i zhvillimit të shoqërisë. Prandaj duhet vlerësuar, madje duhet mbi vlerësuar ruajtja dhe zhvillimit e qendrës. Dhe duhet ta vlerësoj ajo veten. Edhe veten. Ajo veten në radhë par Jani. Më ngacmoi pak që na quajtë stresë e mesme. Unë për shembull nuk identifikohem si stresë e mesme. Vërtet? Po, edhe e lidh me këtë çfarë u tham herët. Duhet t'i humbasim ca privilegje. Kuptimin unë sakrifikoj nga koha ime për t'u marrë me aktivistët. Në këtë kuptim e kam trastuar atë privilegjin e stresës mesme për të sjellë ndryshime që prap janë. Jo, privilegjet ty nuk nuk janë të mirëqëna si përket stresës mesme. Po. Ti privilegjet kujdesesh për t'ia kërkuar. Koha e lirë për shembull. Jemi orar mbas dite që ti e sakrifikon për veten tënde. Të dielën supozojmë. Mund të jetë me familjen piknik. Dikush nga stresë e mesme zgjedh shkojnë në protest. Dhe kjo është sakrifica që duhet bëj, po e marr. Të heq ty të drejt, domethënë nuk të heq ty nga stresa e mesme. Unë po thoja si një çik dhe për pak shaka. Faleminderit që ishim së bashku në këtë diskutim, ju që na ndoqët gjithashtu. Shihemi nga ana në të premte këtu ku si gjithmonë ka veç një ftesë në orën 5. Top Channel.